Një film mbi jetën e saj, Monika Kryemadhi flet për xhirimet, kush do ta luajë rolin e Ilir Metës. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta janë personazhet më të komentuar politikisht, si gjatë kohës që ishin të martuar, edhe sot që janë zyrtarisht të divorcuar. Zonja Kryemadhi në një studio televizive zbuloi se shumë shpejt do të realizohet një film për jetën e saj dhe të ish bashkëshortit. E pyetur nga moderatorja se cilët janë aktorët që mund të luajnë rolet e Monika Kryemadhi dhe Ilir Metës, zonja Kryemadhi tha se është hende herët për të folur. Të provojmë në këtë filmin e parë që do të realizoj, sigurisht që do të jetë e vështirë në menaxhimin e projektit dhe më pas për ta rindërtuar në një këndvështrim artistik. Do të nxirrni dokumentar, këtë do ta mendojmë. Po mendoj se kush do të jetë në rolin e Ilir Metës dhe kush në rolin e Monika Kryemadhit. Ka mendoj. Kë shikoni si aktor në rolin e Ilir Metës, nuk e shikoj dot akoma, po në rolin e Kryemadhit, akoma nuk e shikoj dot. Si do të përfundoj ky film? Në vazhdim, pasi jeta vazhdon dhe as Monika nuk e di.